Edi Rama, si u bë njeriu më i fuqishëm në Shqipëri? Në historinë moderne të Shqipërisë, asnjë lider nuk ka mbajtur pushtetin për kaq gjatë, në mënyrë kaq të qëndrueshme dhe me kontroll kaq të plotë sa Edi Rama. Për disa, ai është reformatori që i dha stabilitet vendit pas kaosit politik. Për të tjerë, simboli një sistemi të centralizuar, ku pushteti personal është bërë më i fortë se institucionet. Por, përtej simpative apo kundërshtive, një fakt mbetet i pamohueshëm. Edi Rama është sot njeriu më i fuqishëm në Shqipëri. Si ndodhi kjo? Për ta kuptuar, duhet të shohim jo vetëm karrierën e tij politike, por mënyrën si ai e ndërtoi pushtetin, gur pas guri, krizë pas krize, me durim, imagjinat dhe instinkt. Edi Rama nuk vinte nga politika. Ai vinte nga arti, nga piktura, nga botkuptimi i njeriut që kërkon të ndryshojë ngjyrat e realitetit, jo domosdoshmërisht rregullat e tij. Në fund të viteve 90, Shqipëria ishte ende e rrënuar nga kriza e piramidave dhe nga humbja e besimit tek elitat. Në atë kohë, njerëzit kërkonin diçka ndryshe, jo domosdoshmërisht më të mirë, por ndryshe. Në 2000, ai u bë kryetari i Bashkisë së Tiranës. I riu që vinte pa përvojë politike, por me instinkt të fortë komunikimi. Rama e kuptoi herët se politika moderne nuk është vetëm për program, por për perceptim. Ai e përdori qytetin si kornizë të artit të tij politik, ngjyrosi fasadat gri, ndërtoi sheshe, rrëzoi kioska, krijoi imazhin e ndryshimit të dukshëm. Për herë të parë në Shqipëri, një politikan nuk kërkonte votë me fjalë, por me pamje. Në 2003, ai fitoi zgjedhjet vendore për herë të dytë dhe në 2007 u bë simbol i opozitës ndaj pushtetit të Sali Berishës. Qyteti i Tiranës u kthye në tribunë politike dhe çdo ndërhyrje urbanistike u bë një mesazh politik. Aty u formua figura e Edi Ramës si lider që sfidon sistemin. Në vitin 2005, Rama mori drejtimin e Partisë Socialiste pas dorëheqjes së Fatos Nanos. Në fillim, ai nuk ishte i pranuar nga strukturat e vjetra të partisë, por përdori të njëjtin stil si në Tiranë, ndryshim gradual, komunikim direkt dhe kontroll të imazhit publik. Në vitin 2013, pas 8 viteve në opozit, ai fitoi zgjedhjet parlamentare me aleancën Rilindja. Ishte fillimi i një epoke të re. Që në ditët e para të qeverisjes, Rama nisi procesin që e dallon nga çdo paraardhës, centralizimin e pushtetit. Ai e kuptoi se një qeveri që varet nga shumë duar është e brisht, prandaj çdo vendim kalonte përmes tij. Ministrat u kthyen në zgjatime të kabinetit të tij dhe kabineti në zgjatim të zyrës së tij. Pushteti filloi të ketë një qendër dhe ajo qendër quhej Edi Rama. Rama nuk është vetëm politikan, ai është komunikues. Ai e përdori gjuhën, imazhin dhe teknologjinë për të ndërtuar një narrativ që e vendosi mbi kundërshtarët e tij. Nga rilindja te Shqipëria që duam, çdo slogan ishte pjesë e një projekti psikologjik që synonte t'i jepte publikut ndjesinë e lëvizjes. Në një vend ku rezultatet janë të ngadalta, perceptimi i progresit është pushtet. Ai e kontrolloi komunikimin institucional përmes platformave digjitale, konferancave të montuara, videove zyrtare dhe filtrimit të çdo mesazhi publik. Në kohën kur opozita përplasej në rrugë, Rama fliste drejt për drejt me qytetarët përmes ekraneve dhe rrjeteve sociale. Ky monopol mbi narrativën publike e bëri të paprekshëm në betejat politike. Në politik, ai kuptoi diçka thelbësore. Nëse kontrollon mënyrën si njerëzit e perceptojnë realitetin, nuk ke nevojë të kontrollosh vetë realitetin. Në çdo fazë të qeverisjes, Edi Rama u përball me kundërshtar, por jo me alternativë. Partitë opozitare, PD, LSI e më pas grupime të vogla, nuk arritën kur të ndërtojnë një strategji të qëndrueshme përballë tij. Ata zgjodhen konfliktin, ndërsa ai zgjodhi durimin. Ata flisnin për korrupsion, ai për zhvillim. Ata kundërshtonin, ai ndërtonte. Në këtë kontrast, publiku filloi ta shihte si njeriu që të paktën e mban vendin në këmbë. Në një shoqëri që vuan nga lodhja politike, stabiliteti vlen më shumë se ndryshimi. Kjo filozofi e mbajti Ramën në pushtet për 3 mandate radhazi, një gjë që askush para tij se kishte arritur. Në brendësitë e Partisë Socialiste, Rama ngriti një strukturë vertikale. Çdo zyrtar, deputet apo drejtor varet drejt për drejt nga qendra. Në vend të balancës mes figurave të forta lokale, ai krijoi hierarki të kontrolluar, një sistem ku çdo njeri e di se ekziston për shkak të liderit. Kjo i dha atij jo vetëm autoritet, por lojtar të bindur, jo konkurrent. Në të njëjtën kohë, ai mbajti marrëdhënie të qëndrueshme me strukturat ndërkombëtare, duke u paraqitur si lider i stabilitetit në Ballkan. Në një rajon që shpesh përmendet për trazira, kjo e bëri të preferuar nga faktorët perëndimor, pavarësisht kritikave të brendshme. Rama e sheh pushtetin si një projekt artistik.
Asnjë vendim, asnjë nisëm, asnjë fjalim nuk është i rastësishëm. Ai ndërton narrativ me kujdes, njëherë si reformator, njëherë si filozof, njëherë si njeri i thjesht që flet me humor për jetën. Kjo shumë fytyrësi e bën të paparashikueshëm dhe të vështirë për t'u sulmuar. Kur kundërshtarët e akuzojnë, ai kthehet në satilik, kur e lavdërojnë, në modest, kur e godasin, në ironik. Në këtë kuptim, pushteti për të nuk është vetëm mjet, është performancë. Një skenë ku ai është regjizori dhe aktori kryesor njëkohësisht. Sot, pas më shumë se një dekade në pushtet, Edi Rama ka arritur diçka që as Berisha, as Nano, as Meta nuk e arritën, një balancë totale midis politikës, partisë dhe institucioneve. Ai kontrollon shumicën parlamentare, qeverinë, strukturat lokale dhe narrativën publike. Ka ndikim në sistemin mediatik dhe administrativ dhe ka një rrjet besnikësh që e ruajnë sistemin e tij si mekanizëm të mirëvajtur. Por fuqia e madhe ka edhe një kosto, vetmin politike. Në një skenë ku çdo gjë kalon përmes tij, edhe përgjegjësia është e gjitha e tij. Sa më i fortë të bëhet pushteti, aq më e holl bëhet linja që e ndan nga izolimi. Historia e Edi Ramës nuk ka mbaruar. Ai ende mban në duar pushtetin më të gjatë dhe më të konsoliduar në historinë e pas 90-s. Por çdo pushtet qëndron mbi dy shtylla, besimin dhe frikën. Nëse njëra bie, tjetra nuk e mban gjatë. Rama e ndërtoi pushtetin e tij me imazh, komunikim, kontroll dhe durim. Ai është në një farë mënyre pasqyra e Shqipërisë vet, një vend që kërkon stabilitet, por jeton në ankth për ndryshim. Nëse një ditë ky ankth shndërrohet në revolt, historia mund të marrë tjetër rrjedh. Por deri atëherë, një gjë është e qartë, Edi Rama mbetet njeriu më i fuqishëm në Shqipëri, jo vetëm sepse mori pushtetin, por sepse e kuptoi më mirë se kushdo si funksionon ai.